Jemi rikthyer tek nata e festës. Dhe gëzuar nga Agon Channel dhe surpriza Jeti. Më qëra fjala shqetësor. Çfarë do bëj Jeti në 2015 që nuk e ke bërë në 2014? A ke pyetje me të vërtetë shumë e vështirë në këtë moment, I kam bërë boll në 2014. I ke bërë, I ke nxjerrur i zi. Jo, të gjithë ujnë në zi në fakt, po ka ngellë dhe në një piku I zi. Të them unë një gjë që nuk e ke bërë akoma? Po ma thoj. Bëje lere 2014. Po do ta bëj direkt. Përpara se ta bëjmë të gjë, shohim pak kush ka ardhur në ndihmë qetësoret. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Gosh Cosmetics. Ja ku I kam në dorë. Një mbështetës I rregullt për paraqitjen e gjithë prezantuesve të Agon Channel, ndërkohë që qetësori, gjithë vitin kanë ndarë dhuratat, njëjtën gjë do bëj edhe sonte. Nisu. Kush e ka radhën? I pari, ai që është bërë baba I fundit në Agon Channel, Loreni! Jetë gjatë e djalit dhe ai djali që I ri erës me shpatulla, se është pozicioni ku është I vendosur. Tani, atrecis ty. Tani. Po tani. Dhe sori, nisu në drejtim të garderobës, është njëra nga zonjat e cila na ndihmon. Po, tekur ose ty këmishat, mos u shifare ashtu. Të gjithë na mban në formë. Janë dhuratat e përshëndetjera, unë gëzuar kolegë. Vetëm një mendim, vetëm një ide. Ju ata jemi pak të shpërqendruar sot pas skaletë dhe viktima numër 1, zakonisht është timonieri I programit. Regjizori, Benart Laze, që ja dëgjoj zërin. Benart, me ty e ka, me ty. Ja, shojmë qetësorin që është duke shkuar për të çuar dhuratat. Një dhuratë e goshtë. Ku ta ketë Benarti një nga gocat e garderobës. Kujdes bas. Qetësor. Të shkoj jeta duke bërë surpriza. Kur do t'i vi rada që të prit? Atëherë për një nga gocat e garderobës kemi një surprizë. Bruna? Urdhro, ke një surprizë nga gosh. Ju lutem. La surpriza Jeti dhe gëzuar vitin e ri. Patjetër. Kujdeseni për ne çdo ditë. Ai përfunduam me komisionin. Faleminderit, është falënderimi im për ju. Po gjithçka që bëjmë bashkarisht, kthehem tek ty Benart, se nuk ta harroj dot lehtësisht. Kur nisëm këtë transmetim, Benartit, jo se nuk ja acarojmë nervat rregullisht, jo se nuk ndodhin vonesa ndonjëherë në Agon Channel. Po atë që hoqi Benarti sot, ndiqeni. Të erdi sedi ty? Jo, po më përgjë. Nërë po më zitje lek, nëse nuk do të afusim një promo në shpejle atë morë, po pëshimi farë, më të egzistoj, pa shfarë, s'duhet egzistoj. Po Beni, të lutëm Andrea, ka mundë si qkosh për kasë që janë atje për janë kamerama? Të lutëm Andrea, ku është stedi, stedi nuk është, shko për ti njerë në lërit atje. Lërit njerë qipa, ty se këto s'po mërë vesh, lërit njerë ti, se këtë nuk për ti. I sekonda po gati ti jo po. Po. Patjetër. Po. Surpriza ishte ti, Benart, një duart lëkitje për regjizorin e valodët të surprizës, kontratës, për programet e tjera në Agon Channel. Jo, carua mërzit për ti, emi për punes. E ta carosh Benartin është misioni pa mundur. Çuditshme, sigurisht dhe unë habita si ka mundësi, po ja arritëm. Ja që ndodh. Mirë, do vazhdojmë me surpriza. Nuk dua që të merrni frymë sonte. E kam me tullurit këtu. Kush e ka radhën? Kush e ka të radhën nga ju që jeni aty të kontrata? Le të ndjekim GPS-in e ku do na çojë.
Dhe na ka çuar në studiot e Agon Channel. A ka mundësi të bëhet dritë në vendin ku do të shkojë dhurata? A ka mundësi të bëhet dritë? A ka mundësi të bëni dritë atje ku duhet shkojë GPS-i? Po shkoj unë bëj dritë atëre. Ju do të dini kush i bën GPS-et? Shikojni pak këtë, catch racing këtë. Besi! Besi! Me që se e korrekt në punon mirë. Për Kaçurrel si kam një dhuratë. Nuk punon keq, që qetësor? Jo, shumë pozitiv. Mirë është. Mjaft i omël. Po me të ato montazhet, mirë, nivel. Nuk është se, ja, një mikrofon. Më falë, e keni kështu këtu është rreshti i njerëzve me Kaçurrela, se po shoh kështu të rreshtuar njëri pas tjetrit, pa. Besi, ky është ai që bën GPS-et. Kush do GPS makine? Tek Besi. Besi, e para njërë të lumshin duart, ne sa herë të falenderojmë, po pa punën tënde, pa na qepur ti mirë, pa na i vënë kostumet sipas masës, nuk ka se si ndodh. Ne kemi menduar të japim një dhuratë. A afro, që çfarë? Absolutisht. Kemi një Sa dhuratë. ta kemi nxjerr jetën, na e thuaj pak. Ndova se ishte bosh në fillim, po jo. Sa ta kemi nxjerr jetën? Pak. Kush është, kë mallkon më shpesh? Emri kujt të vjen më shpesh në mendje? Drini. Bjerë të dhuratën, ky dhuratë? Jo, një sekond. Ta drinin, ta kap gishtin me këtë trak për O të ta mirë, dhuroj. Besi, drini qoftë. Ç'të të them dhe unë? Unë nuk ankoj mu që kam zonat në krevat, ankoj shti që paske. Jetë Tani poshtër. Sonila çfarë të bëjmë me dhuratën në bas tekstit që ka përdorur? Dhurata për Besin një orë, sepse punon orë dhe orë në montazh. Orë dhe orë, ne duam t'ja kujtojmë që ja marrim shpirtin. Besi, faleminderit. Faleminderit. Hajde tuti, hajde se. Të radhës e kam me ty. Afro. Edhe Besi. Nuk e di, të gjithë kolegët e mi do jenë dakord me mua, e kanë marrë re që qetësori ka marrë një lloj krekosje. Jo vjen e natyrsme, kanë genomën e tyre njerëzit nga Ducati. Hershme, 4.000-5.000 vjetë më parë, kur këndonim e keni bërë në për koridorit e Agon Channel dhe ka filluar këto kohët e fundit Hetsa Sfida. Leshinjerë kemi, nuk e disa muaj që të gjojmë jam kuzhinjeri shkëlqyër. Për ata asë që diskutohet në botë dhe për këtë këmgull dhe vazhdoj që të them me krenari. Jam një kuzhinjeri shkëlqyër. Një sfid. Dhe një sfid me vërtet e frikshme. Surpriza sot është Deti, shefi në kuzhinës. E sfidoj me të vërtet në kuzhinë Deti. Qetësori ka vendosur dhe Deti, qetësori ka bërë sfidën. Juria është e jashtëzakonshme, nivel Michelin. Në rast se qetësori e fiton surprizën, Deti nga 1 janari vitit 2015 do të pasuroj statistikat e papunësisë në Shqipëri. Në shtëpi Deti. Që nga ky moment, surpriza i ti Deti. Shije pak.
Çfarë përfaqëson kjo pjatë për ju? Kjo pjatë, moj Lila, përfaqëson thjeshtësi negatimit, përfaqëson shije negatimit. Për inat të detit kam bërë këtë pjatë, se deti këtë pjatë nuk e bën dot. E mora vesh, kaq. Përse ju vendosët që të bënit këtë lloj gatimi? Atëherë unë zgjodha këtë pjatë, se kjo është një pjatë e thjeshtë dhe në përgjithësi për të gatuar thjesht është shumë e vështirë. Mendoni se me këtë lloj gatimi ju do të jeni fituesi 2015-s dhe do të gatuani për stafin Agon Channel? Dhe tani do verdiktin surpriza jetë ti! Ishte ekstremisht e vështirë për të ka përgjër një penges të tiri. Juria ishte shumë e rëpt, shikime Por terse. objektive. Por objektive. Të nuk e dim dhe ta... Ndërkohë, verdiktin final, hajde zemra e vogël. Hajde shpirti i vogël. Kush është kjo vajzë e bukur, na e prezanto pak? Për mamin, jo për babin. Ka bërë një mikrofoni, ku është mikrofoni, që nga ka ardhur një goqë e vogël, që është kryetarja e jurisë. Prit. Zemër, si e ke emrin ti? Hera. Dhe ti e goca e kujt? E qetësori. Atëherë, ekskluzivisht në një intervistë me qetësorin, Era, urdhë mikrofonin. Era, babi do të bëjë ca pyetje tani. Ajde, të flasi me babin më janë. Kush të dërgoj këtë ty? Babi. Babi të dërgoj, unë të thash të vijë këtu, s'të kam të nazje. Tregojmë të që kemë. Po këtë qaj ke këtë ndorë të lutem? Këtë kam një dhurat për mamin. Po në një dhurat për babin, nuk mendove asgjë? Si ka emrin mami jot? Lili ose Liliana. Atëherë, hajde këtu. E para herë që nuk gabojmë në këtë. Në gjithët kjo të këtu? Nuk në gjithët. Do bësh me Lilin. Do t'i ndash të mirat e të kshijat. Lili, në mensën tonë kë nuk gatuan, por të kjo, shpirtin me erjani në shtëpi, shpirtin me erjani. Faleminderit. Zemre e vogël Era, gëzuar vitin 2015, do të urosh edhe ti? Gëzuar vitin e ri. Gëzuar vitin e ri. Nga Era, dhe një gëzuar për të gjithë fëmijët e kolegëve. Agon Channel. Mbaj këtë tek Dora, rim së bashku, qetësor, t'i japim verdiktin detit? Absolutisht t'i japim verdiktin? I qetës deti, edhe për 2015 nga duart e tua të arta. Dhe falenderojmë sepse me të vërtet gatuan në mënyrë të shkëlqyer. Vaktet, Era, tani, të pëlqen baleti? Shumë, di të kërcesh? Po. Hajtë provojmë njërë të dyja, na vini pak muzik. Na vini një muzik. Të kërcim, ti shko në Kopës apo në shkollë? Në Kopës, sa vjetë që tjera? 5. Kush është shoqja jote më ngushtë? Është Elesja me Anën. Elesja. Era, çfarë do bësh kur të rritesh? Nesja balerin. Balerin? Shtollë. Është timse policie. Ti themun? Qetësor. Era do bëhet balerin dhe pik. Okej, në rregull, dakord, shumë dakord. Dakord, Era, hajde të mësonën. Ka qenë një vajzë tjetër, që quhet Manuela. Edhe ajo si ty, kur ishte vogël, donte të bëj balerin. Edhe di çfarë ndodhi? Erdhi në Agon Channel, konkuroi dhe ishte finaliste e programit Free Pass. Dhe sot është balerin në Agon Channel. Madje ka fituar edhe drejtën për të bërë një shkollë, shkollën që kishte qef. Do të ta prezantoj? Po. A do ta prezantosh ti? Thuaj, dhe tani për ju, Manuela. Një pyetje. Ti ke frikë? Jo. Nuk ke frikë? Atëherë, çfarë do bësh kur të rritesh? Nesja balerin. Balerin? Balerin.
Dhe tani, për ju, Manuela. Okej, thuaje. Tuke mikrofoni. Dhe tani, për ju, Manuela. Manuela! Manuela! Manuela, finalistja e Free Pass, të prezentoj herën që do të bëhet balerin. Manuela të prezentoj dhe qetësorin. Batin e erës. Përshëndetje. Manuela, ky vit për ty ka qenë surprizë më vete. Po. Ja dole të realizosh ëndrën? Sigurisht. Shkollat ç'thot? Shumë mirë. Në Universitetin Mesdhetar, Dega marrëdhënie ndërkombëtare, mos gaboj. Imagjinoni një diplomate si Manuela. Tipike, si thoshte Kissinger, më kujtohet, diplomatët janë ata që të të çojnë në hell, po në mënyrën më romantike të mundshme. Tani shihni Manuelën dhe të të çojnë në ferr, po në mënyrën më sensuale të mundshme. Ndjekim Manuelën! Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Cause you know I'm all about that bass, 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 about that bass. Turn this bass up. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Manuela, e para njërë nga një janari do t'jesh në punë nga nesër se fillon seriozisht me projektet e rëndësishme dhe me qëra fjala Agon Channel vijon fuqishëm në shqip dhe në italisht. Kjo për të sqaruar. Kush nuk do të dëgjoj, le mos të dëgjoj, por ne nuk ka problem. Ndërkohë, Manuela. Por? Me qënë se jemi në rubrikën surpriza e ti. Aty jemi. Surpriza nuk jam unë, por unë kam ardhur për të surprizuar dikë. Është këtu Pa dyshim që ai ndodhet këtu në sallë. Kujtja zuri rrota bishtin tani. Dhe është një njeri shumë i zgjuar, ambicioz, gjithashtu edhe punëtor. Ka çurrelësh? Një moment. Sorry. Tani këtu kam një... Nuk kalohen këto gjëra atjerë, sepse të vi Manuela, e cila ka trazuar jo pak shpirtra mashkullor në këtë institucion, dhe të kam ardhur për njërin, që është i zgjuar, ambicioz, punëtor, i bukur është? Normal që po. Normal që po. Do ta vini re tash. Do ta vëm re tani. Kjo duhet transportuar me një kujdes dhe delikates të jashtëzakonshme, siç e shikoni, një sekond ta provoj çik. Raki kumlle. A ka ndonjë që do raki kumlle tani? O, sa e mirë. Ka ndonjë që po ndjeu erën e rakis kumblës fillon të shkruaj? Do ta zbulojmë kështu, do ta mbajmë dhe kush është ai që do të ndalojë? E kush mund të jetë surpriza, Manuel? Mos e prishim. Pak suspancë, lutem. Pak suspans do, Manuela. E me të drejtë. Nuk është e lehtë. Në natën e ndrimit viteve, një vajzë e bukur e talentuar. Ai mund të jetë kushdo nga ju në sallë. Gjithsecili nga ju mund ta ketë fatin që unë ta surprizoj sot. Por ai është një vetëm një dhe i vetmi. Që ka fatin e vërtet? Dashi! Dash Kaloçi, surpriza e veti! Eja Dashi! Dash Kaloçi, gazetari investigativ. Mirë se erdhe, Dash. Manuela ka ardhur vetëm për ty. Në qendër, Dash, në qendër. Dash, e di që nuk e prisje dhe ndoshta është një dhuratë me cilën
nuk e dhe çfarë të bësh. Të do të parën, të mbaj këtë Ndoshta nuk të duhet, kështu mendoj Manuela që Na duhet. duhet ndonjëherë. Dashi, çfarë ndodh pas gotës parë? Ta bëjmë atë për shkallëzimin. Zakonisht. Po pas të 10-s? Shumë. Shumë. Për kontratën, kur fillon punon? Pas të parës apo pas të 10-s? Mbas të dytës. Mbas të 2-s, e mbas të 5-s për surprizën. Të bëft mirë, Dashi. Në qoftë se të frymëzon, Dash Kaloqi ishte surpriza për sonte. Dashi, i fortë, e nisi me kumbull këtë ditë. Me manin nga marsi nga prilli. Mirë? Dakord, jepja. Faleminderit. Mirë. Dash Se jena kemë Kaloqi. rekrushme, unë e Por provoj duhet të pak. diçka që Dashi nuk duhet largohet nga këtu, pa bërë dhe unë kërcimin në fundit për Dashin. Me knajsi. Një moment. Lutem audio një herë muzikën. Ta ndjekim. Por Rika dike nga salla. Na dëshojmë Rika dike nga salla. Një karrige. Duhet një karrige nga salla. Një karrige të lutem, erdhi karrigja. Jo, do ta ndjekin nga salla. Jo, Dashi do ta T'ja ndjekin në thy studio. këtë? Jo, Dashi është T'ja thy. thy këtë, e do pak këtë, apo? Atëherë, më sillni edhe një karrige tjetër, ju lutem. Merr edhe një karrige tjetër, Dashi do i ulur. Po normal. Normal, njeriu do të jetë komod. Ulu Dashi, ma sill këtu? Po. Manuela, mund të qëndroj këtu Dashi? Dashi ulu? Mjafton kaq apo do bësh një fiflak dhe mund ta godasësh? Ulu. Faqoren e ke? Manuela është. Jo, mbaj faqoren, mikrofonin. 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 Viti i ri është. Pse? Hape atë. Ashtë. Merri vetëm. I kemi lëm vetëm. Mos i lëm vetëm Ja, apo s'postojmë kështu. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Cause you know I'm all about that bass, 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 about that bass. Turn this bass up. Bravo. E keni ka përgjithë provën Faleminderit. Ky është Agon Channel. Mendon për të gjithë nga pak, ë? E gëzuar për shumë vjet Dash. Për shumë vjet gëzuar gjithë. Nga do dalësh këtej apo andej? Këtej drejt Dash. Drejt. Faqoren me vete. Jo, e di ç'ke, më jep faqoren mbaj mikrofonin. O jo, e marr Jo, se mikrofonin. ngatrova. Unë ngatrova. Vi jo Dash. Vi jo, ulu qet. Sikën Dashi. Dashi, kemi kontratën nesër. Data 1 janar. Ka dalë promo. Mbledhje. Manuela, të uroj më të mirat e botës. Edhe në punë. Shumë faleminderit. Janar. Shumë faleminderit. Janari. S'ka fjalë. Qetësor. Erdha. Ndërsa pastrojmë territorin, gjithmonë thuhet, sidomos në këto teoritë e New Age të moshës së re, që duhet fokusohemi gjithmonë tek gjërat më të mira. Po, Për sepse të ato përmbushur më të mirat. Kështu thon, kështu duhet bërë atë. Ne dita këtu na shkon me tension. Po edhe hajemi ndonjëherë me njëri tjetrin. Po edhe një fjalë më shumë e themi. Po edhe një qef mbetje kemi, një keq kuptim, një fjalë këtu, një fjalë atje. Në fakt shpirti ynë i vërtet ka të bëjë me krimin. Njerëzit që krijojnë nuk mund të jenë të këqinj. Keq kuptimet janë normale. Ne dim t'i kalojmë. Shpirti i vërtet i Agon Channel është ky. Ndiqeni. Që gjithë s'ken. Shpeshene jemi 6, shpeshene jemi 8, shpeshene jemi 7. Unë jam ai që vi, trokas në çdo shtëpi, sa shumë di kënaqësi, kur surpriza je ti. Bëj çdo gjë me pasion dhe ndjej unë kënaqësi, bushem plot emocion dhe nis bër ta surpriza je ti. Po ajo je, po ajo je. Po ajo surpriza je ti. Beso dhe je ti.
ndërro dhe jeti, kërko dhe ja surpriza jeti, shpreso dhe jeti, shkruaj dhe jeti, gudzo dhe ja surpriza jeti, jesh i lumtur, plot emocione, plot sensazione. Daju mos muroni, letra ju na çoni, na telefononi. Se surpriza mund t'jeni ju, jesh i lumtur, plot emocione, plot sensazione. Unë jam ai që vi, trokas në so shtëpi, sa shumë djej kënaqësi, kur surpriza jeti, bëj çdo gjë me pasion, dhe ndjej unë kënaqësi, bushem plot emocion dhe nis bër ta surpriza jeti. Po ajo je, po ajo je, po ajo surpriza jeti, beso dhe jeti, ndërro dhe jeti, kërko dhe ja surpriza jeti, shpreso dhe jeti, shkruaj dhe jeti, gudzo dhe ja surpriza jeti, jesh i lumtur, plot emocione, plot sensazione. Shpirti i Agon Channel, e magjishmja, e bukura, e mira. E mrekullueshmja. Ky është synimi ynë. Pozitivja. Mos harro synimin e këtij programi, si quhet? Absolutisht. Të surprizojmë dhe të plotësojmë dëshirat e... A është kjo apo e kontrollova? Po ky është. Atëherë do vijojmë me surprizat. Po si nuk mora një dorë të Dhe vidjet. unë dua ti përmend, sepse janë njerëz të gjithë kanë kontribuar në realizimin e surprizave të tij që nga shtatori e këtej. Bëhuni gati se ju pret puna akoma më e madhe. Dhuratat po ju japim për t'ju gënjur pak mendjen, ëh. Bëj shaka. Natën e ditërit 2016 do t'i surprizojmë prapë. Alda? Sajmiri Audios. Ata i gjuan emrin. Ty nga zonjat e higjienës. Ed Lira e garderobës, një duar trokitje. Sërish një nga zonjat e garderobës. Viola, je në listë. Ke kontribuar tek surpriza jeti Viola Bazi. Dhe më pas, do të kemi, këto janë të mundësuara nga Studio Moderna, por më pas do të kemi edhe kuponat e aksesorëve të Electroline. Dhe në fakt, do të shkojnë për Tanin, për Ardit Qaushollajn, drejtorin e prodhimit, që janë Ardit aksesor, mendjen të korarët e provave, dhe për gjithë kameramanët në studio. që janë 1, 2, 3, 4, 5. A mund të fokusojmë njëri tjetrin kameramanët? Shiko, jemi që jemi pas kalet, rëmuj e kështu më radhë. Të paktën të fokusojmë pak Benart. Ma realizo dëshirën. Janë këto, rinë në studio me ne, durojnë tek atona. Janë ata që e sjellin programin tek ju. Për ditë të palodhur, asnjëherë nuk i dëgjoj të kenë nerva, të kundërshtojnë me radhë. Një përshëndetje, o çuna, zhvitjerit, çuna me duar! Gozuar të gjithë teknikëve, kameramanëve, regjizorëve. Ndërkohë, dhurat kam edhe për Gentin, regjizori që e nisi surpriza jeti për të vijuar më pas Benart Laze. Dhe Për Gentin që kemi dhe për Gentin surpriz? Gentin kemi një orë, po kemi një orë dhe për një person tjetër. Shiko, mos të jetë ai, dhe unë e di se që është një program pa duar trokitje. Mos të jetë ai që e mbush mirë sallën. Mos jetë ai që i kontrollon dhe i orienton. Që dhe të torturon. Dhe të torturon. Ndonjëherë është i padurueshëm. Ndonjëherë të vjen kemi ankesa me shkrim, te surpriza jeti mund na surprizoni duke dëmtuar atë. Nuk po e themi emrin. Po ja që është i pazëvendësueshëm Altina Lullaj. Surpriza e dhe ti. Dhurat për ty dhe Altin. Në orar dhe ti. Dhe, kemi vendosur që nga sot, surpriza e ti dhe Agon Channel, të kemi një rutinë të përbashkët. Rutinë, tani në përdora në anglisht. Pra, të kemi një lloj grupimi lëvizjesh në ndikut e muzikës e cila ka lançuar për herë të parë Agon Channel në Shqipëri. Ka qenë 5 prill i vitit 2013. Së bashku me Kleti Kadiun prezantonim mbrëmjen e parë të nisjes Agon Channel. Ishte Titaniumi. Endri, eja me mua. Ta dëgjojmë pak Titaniumin fillimisht në sfond. Nisi një aventurë në 5 prill të 2013-ës
Kush mund ta imagjinonte që do rriteshim shpejt, do rriteshim aq shpejt sa të flisim edhe dy gjuhë. Dhe në fakt çikuria i vogël mësojnë gjuhë të mirë, prandaj vendosëm ta bëjmë. Sot jemi dy, Agon Channel flet dy gjuhë. Në shqip dhe në italisht. Është i njëjti shpirt, i njëjti drejtim që i mban të dy kanalet. Ne nuk i ndajmë dot, i duam një lloj. Herë gabojmë, herë jemi të suksesshëm, kemi bërë gjëra të mira, ka patur edhe gjëra të gabuara. Por shpirti i Agon Channel është një dhe vetëm një. Për të shkuar lart dhe lart, vetëm Agon Channel. E janë në studio, e janë të gjithë, e janë të gjithë, e janë të gjithë. Stafi, hajde në studio. E janë të gjithë, e janë të gjithë, të gjithë, të gjithë e janë. E janë. Ka party, ka fest. E janë. Endri do na mësoj lëvizjet. Fillojmë nga fillimi. Nga fillimi Endri? Si duhet vendosemi Endri? Në radhë. Ta hapemi. Okej. S'ka nevojë për mikrofon apo jo? Endri. Hajde një pak më para. Hajde një pak për para. Hajde. Ermali, hajde këto. Hajde. Proni, Hajde, se do mësojmë lëvizjen. Hendriksi, hajde. Do mësojmë lëvizje, do kërcejmë. Hajde. Juli? Sorry, lëre pak ande. Hajde. Miriam Tur. Miriam. Nga fillimi. 5 lëvizje. 5. Me se janë 2 grupe, i kemi ndarë. 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, rotulli, dora, kos. O, bukur. Sa e thjesht. Hajde ta vëjë 3-4 herë se është e thjeshtë. Edhe një herë. Gati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rotulli, dora, lan. O, e thjesht. Dakord. Ok. Me muzik, e thjesht është, për ne. Besoj ka dalë shumë bukur. Ma me pak skenari. Në fakt, kjo lëvizje është për të treguar surpriza e jetës. Do me thënë. Vazhdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rotulli. Za, jeti. Ne qëndrojmë pak këtu. Qëndrojmë pak këtu. Do marrë një fjalim. Baja. Me qënë se flasë shumë pak. Jo e dini që unë jam njeriu që flasë më pak në këtë televizion. Kam një emision njërë në muaj. E kam drejtën time tani të flasë. 2014 apo ikën. Një vit që më ka dhënë shumë. Mi ka marrë ca gjëra. Një vit i cili më realizoi ëndrrën që prisja prej shumë kohësh. I falenderoj të gjithë kolegët që ma mundësuan këtë gjë. Dhe ndonjëherë mendoj, çfarë do të kishte ndodhur sikur secili prej tyre të mungonte në Agon Channel. Janë të gjithë të pazëvendësueshëm. Në mendje nuk e di pse më vjen ky njeri. Ndiqeni pak. Mishi. Furtun. Ëmbëlsi. Yll bote. Kal pune. Një njeri pa lodhur. Ku i gjen gjitha ato nerva që ka? Është e papar fare. Jam shumë i lumtur që nuk lidh puna fare me to. Nuk ka të krahasuar. DJ i papar. E paparashikueshme. Sheqer Flori. Punëtore. E kuqe. E pa lodhur. Bashkëpunuese. E mira. Ti je më mrekullueshme. Është më e mira që ekziston llojin e vet. E vështirë. Është shumë e rregullt për gjithçka. Superlative. Shakatori. Pozitive. Miqësore. E sinqert. E pashtershme. E ku do ndodhur? E pa lodhur. Well organized. Haron të shkoj në shtëpi. Molto brava. E dashur. Prit se dua ta godasëq. Të gjitha i bën vet. A më urit. Kishim edhe një pesja, jo, do ishte mirë.
Shtylla. Una persona speciale. Ma në këmbë një barë që rrallë do ta mande njëri. Shqyqy që nuk me vesh nga grafika, se do na këshelon pa punë dhe neve. Aq energjike sa që sezonin tjetër step by step do ta kenë në krah. Shpresoj. Se mos ke nevojë dhe të kujtohet emri. Nikol! Hajde Nikol. Do thoni ju kush është. Ja është kjo goca e vogël. Hajde këtu Nikol. Nikol që del me mua te kontrata. Nikol që vjen sa herë që un kam nevojë për një fëmijë artist. Nikol, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Ti je artiste? Apo jo? Po. Je artiste sepse ti je goca e kujt? E Andetës. E Andetës! Drejtore sa Agon Channel. Surpriza e ti Andeta. Hajde, Andeta. Bravo Andeta. Të bësh Andetën për të qarë, është një ndër kënaqësit më të mëdha që kemi ne këtu. Se dim të janë zim jetën mjaftueshëm. Andeta, në këtë natë ndrimit viteve, në finalen e surprizës, donim që surpriza t'ishe ti. Një pyetje e sinqertë, si a del? Bani shënim, si a del? Fillojmë. Tani, po mos kisha njerëzit që mbështesin, nuk kisha për t'ja dalë. Një duar trokitje për gjithë njerëzit që mbështesin. Kam 2 fëmijë që në qoftë se nuk do kishin për kujdesin asaj gjyshes, në këtë rast vjerës time, unë nuk doja dilja sot që të punoja këtu. Rrofshin gjyshet. Edhe falenderoj pa mas. Edhe hallën. Sepse edhe halla burrit më ndihmon shumë. Do me thënë kam fisin e burrit në krahas e timen se kam më që kështu. I kam një mbështetje shumë të madhe. Ndalojmë pak këtu. Darda bie në ndart, thot një shprehje. Natyrisht ku ka artist, patjetër do ketë artist. Kështu ndodhte me të madhin Ferdinand Teradi, tjatin e Andetës, me mamën e saj, kështu ndodh me Andetën, kështu ndodh me Nikol, shka për ndodh me vajzën e Nikol dhe Tegit. Por ne nisëm të mbrëmje, ju kujtohet me një kumbar. Rozana Radi që na ngriti zemrat pesh, sepse sollëm bashk surprizat që lidheshin me krenarin ton kombëtare, që është kombëtarja Kuqezi, e natyrisht me ndeshjet e saj që gjatë këtij viti kanë përbërë lajme, surprizën kryesore. Tani do thoni jo të shlidhet Rozana, surpriza e ti, Gjani Debjazi, Nikol, Qetësori, të gjithë bashkë në këtë histori, me Andetën si finale. E ndjekim. Surpriz! Unë nuk e di që të them për para për ty, sepse ti kishin gjithmonë surpriz për ne të gjithë në shtëpi, për mua në veçanti, që jam shumë e lumtur që të kam, edhe po mos të kisha nuk do kisha kujt të nxija jetën, edhe gjithmonë kishin e gatshme, edhe mi e gjendur gjithmonë në problemet e mia, në gëzimet e mia kishin aty, megjithëse unë shumë të herëve të kam shqetësuar se sa të kam gëzuar, megjithatë unë dua të them që ti je një njeri shumë i veçantë për mua, dhe jeta ime nëse nuk do të kisha ty, nuk do të ishte kjo që unë kam sot. Nuk kam frikë për asnjë gjë në jetë, sepse e di që ti do jesh gjithmonë aty për mua, ashtu siç unë do jem gjithmonë aty për ty edhe për fëmijët e tu. Të uroj një vit vetëm me gëzime, me surpriza nga njerëzit e tu të dashur, edhe ti e di që unë të dua shumë, për nazën që më ke bler nuk e heq nga gishti, e mbaj këtu, dhe nuk e di çfarë të them tjetër. Vetmja gjë që mund të them është që mami me babin na kanë dashur gjithmonë që të jemi bashkë, edhe ne do vazhdojmë të jemi bashkë për ato të dy edhe për njëra tjetrën. Një vit i mbar. Andi. Jo, nuk të lëm të flasësh, se di që ke emocione. Pastaj ti flet çdo ditë, na flet të gjithëve nga pak. Kjo është familja jonë. Hajde mbledhemi të gjithë më afër. Afroni. Ju premtojmë që nuk do bëjmë surpriza për veten, do vazhdojmë nga janari të bëjmë surpriza për gjithë shqiptarët, ata që kanë nevojë.
Kemi shumë. Kemi shumë, fillojmë programe të reja, stafi shtohet, edhe për publikun shtohet puna. Nuk mbyllet Agon Channel. Surpriza e ti, nuk mbyllet Agon Channel. Bëjmë gjakasa herë. Ne jurojmë të gjithve gëzuar 2015-ën. Kjo është familja jonë dhe festat kalojmë vetëm në familje. Ndaj gëzuar! Gëzuar! Tani dhurata të gjithë për njëri tjetrin, nga thënë që ka dhurata. Dhurata të gjithë për njëri tjetrin. Tek pema të gjithë, tek pema. Gëzuar!